Motivimi të rinjve dhe krijimi i mundësive për të jetuar e punuar në vendin e tyre, tashmë është kryefjala e çdo institucioni që ka në fokus të rinjtë dhe punësimin. Në Universitetin Aleksandër Xhovani të Elbasanit u zhvillua konferenca e 4 ndërkombëtare studentore, e cila synon nxitjen e të rinjve dhe njohjen e tyre me mundësitë që ofron vendi. Motivimi të rinjve dhe krijimi i mundësive për të jetuar e punuar në vendin e tyre tashmë është kryefjalë e çdo institucioni që ka në fokus të rinjtë dhe punësimin. Në Universitetin Aleksandër Xhovani të Elbasanit u zhvillua konferenca e 4 ndërkombëtare studentore, e cila synon nxitjen e të rinjve dhe njohjen e tyre me mundësitë që ofron vendi. I zgjedhur nga studentët si personazhi i karrierës gazetari i njohur i Top Channel, Marin Mema, përcjelli tek të rinjt mesazhin e mosdorëzimit në ndjekje të ëndrave të tyre, por duke kërkuar që të ardhmen fillimisht të përpiqen ta ndërtojnë në vendin e tyre. Konferenca e 4 studentore, roli i studentëve në perspektivat e zhvillimit global dhe simpoziumi i karrierës dhe aftësive, u shoqërua me një ekspozitë pikture dhe një performancë artistike të studentëve. Të dashur student, të ftuar të nderuar, të dashur koleg, nuk mund të ishte vetë një prezantim kaq fantastik i juaj sot në të performancë artistike. Për hapjen e konferencës së 4 ndërkombëtare studentore me titull Roli i studentëve në perspektiva të zhvillimit global, por dhe në simpoziumin e karrierës dhe aftësive. Në Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhovani ne besojmë se investimi më i vyer që ne mund të bëjmë është mbështetja e vazhdueshme e të rinjve tanë për të ndërtuar një të ardhme të suksesshme. Simpoziumi i sotshëm dhe konferenca studentore që do të pasojë nesër janë një dëshmi e përkushtimit ton për të ofruar hapësira ku zëri juaj dëgjohet, ku idetë tuaja promovohen dhe ku talenti juaj vlerësohet. Ne jemi krenar për arritjet që kemi shënuar së bashku gjatë këtyre viteve dhe të vendosur për të thelluar më tej mbështetjen tonë drejt jush. Praktikat profesionale, projektet ndërkombëtare, bashkëpunimet me biznese dhe organizata, pjesëmarrja në rritje e juaja në mobilitete në universitete europiane partnere janë prova konkrete e përkushtimit tonë për të forcuar lidhjen midis arsimit dhe punësimit. Jemi universiteti i traditës, jemi universiteti i ekselencës, jemi universiteti që ju duhet të zgjidhni për të studiuar dhe për të formuar karrierën tuaj. Unë jam i sigurt që me ngjyrat tuaja, me dëshirat tuaja, me mundësitë që mund t'ja krijoni ju vetes tuaj, mundet të arrini gjithçka që ju doni. Dhe këtë ja u them me zemër. Gjërat e vogla janë progres dhe ne këto e kemi edhe si tagline brenda agjencisë, që çdo ditë bën një gjë më shumë se një ditë që kaloi për të arritur në një objektiv pak më të madh. Një organizatë jo qeveritare, investimi i Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, për të ardhur në ndihmë mësuesve, pedagogëve, sipërmarrësve të rinj, të cilat duan të bëjnë një gjë ndryshe. Ky aktivitet i organizuar kaq i bukur dhe me kaq cilësi, i kuruar në detaje, tregon vërtet vlera dhe ju përgëzoj dhe ju them bravo. Networku është shumë i rëndësishëm edhe në aspektin shpirtëror. Pra njerëzit, mua më vjen